Realisht unë nuk e di se e pas një pojë dhe që thatë e ka përbalu kogja mirë se unë prapë në fund i kam thonë hajde, sepse na jemi në një loj. Jo, Drenush ka përbaluar kogja mirë faktin që janë kundër vend dhe kanë qeshur pa lidhje të gjithë banorët, se duhet të themi që aty nuk ishte asgjë për qeshur. Ursula dikujta, kjo ka bullizu me fjallë fyse. Ursula edhe ka potencu edhe me dur. Gjatë 2-3 ditëve tash e ka kuptu që do me thonë ku ka gabu edhe pëthët për zërin ta këmë thonë, nuk ta këmë thonë për paraqitjen. Do me thonë i doli edhe e video, shumë mirë që i doli. Kurse unë kam fillu me të shumë në mënyrë të normali. Këmë thonë, unë përshët që ti po vdes, sepse vete për meni e po dhe në klip, që kjo vdes të jetë lidere, të ketë një grup, por nuk mundet. Kështu që kaq. Dhe aty kjo unë des, do me thonë që të ketë një debat, unë e kur gjove që tash ti je para që po bullizon. Pastaj kjo nga një uftyr që unë e bullizoj. Pastaj që tha që unë flasë fjallë të pista. Pastaj kjo tha që unë jam alkoholiqare, që do me thonë atë nati kisha pi 1-2 gota dhe atu gjysën mi kanë marrë këta, s'ka lidhje, po edhe në të pa qa pi një shish është problemi jemi. Mas pak të unë e pi, s'është na i farë problemi edhe nëse kum pi, do me thonë gënje unë ftyre dhe unë e su mërzita mu qupit avalinës. Nëse unë e qeshi, kum qesh, kena qesh të gjithë, edhe i kum thonë në fund, krejtve i kum thonë, shka një merne, e i kum thonë edhe vetë, hajde këtu, hajde se ne jemi në një loj. Po kjo të bëj filma tani, të më thot artiste, terroriste, qa ishte ajo, sepse ma tha aty, ta ti vetëm këngëtari si e hajt na këndo një qik, po s'ke lidhje të këndosh zyshja. Do me thonë, nuk mund, unë këto nuk i ha, edhe nëse dali në klipe, shumë mirë u pa në klip, se kush kë e bullizoj dhe kush kë, në momentit që kjo nuk ja arriti qëllimit, atë qfar kishte, pastaj let viktimizohet,